Prej kohësh po vërehet një rritje shqetësuese e skemave të mashtrimit që synojnë të manipulojnë ndjenjat e njerëzve. Nuk bëhet më fjalë vetëm për kërkesa të vogla financiare, por autorët e këtyre mashtrimeve po përshkallëzojnë taktika duke shpikur skenar dramatik, si pretendime për aksidente me fëmijë të lënduar ose akuza të rënda ndaj anëtarëve të familjes, dhe më pas kërkojnë shuma të mëdha parash për të mos i bërë publike këto raste. Një përkeqësim i rrezikshëm i kësaj dukurie është fakti që mashtruesit shpesh përdorin identitete ose pretendime zyrtare përfshirë prezantimin si punonjës policie dhe kështu rrezikojnë të njollosin besimin në institucionet e zbatimit të ligjit. Duke kërkuar para me justifikimin se po fshehin një episod të rënd, këta persona dëmtojnë jo vetëm xhepat e qytetarëve, por edhe integritetin e uniformës që përfaqëson sigurinë publike. Policia sot po njofton për një tjetër rast të regjistruar në rajonin e Tetovës, ku fal reagimit të shpejtë të qytetarës është parandaluar humbja e një shume të konsiderueshme parash. Dje në orën 21:40 në sektorin e punëve të brendshme Tetov, një grua 53 vjeçare nga rrethina e Tetovës ka raportuar se një grua tjetër ka tentuar ta mashtrojë për një shumë prej 30.000 eurosh. Sipas kallëzimit, gruaja kishte kontaktuar në telefon dhe i ishte prezantuar si zyrtare policore. I kishte thënë se vajza e saj kishte shkaktuar një aksident trafiku në të cilin kishte shkelur një fëmijë 8 vjeçar, por nëse donte që ngjarja të mos raportohej në polici, duhej të paguante 30.000 euro dhe të mos i thoshte askujt. Siç është raportuar, gruaja menjëherë ka kërkuar vajzën e saj dhe ka kuptuar se gruaja kishte tentuar ta mashtronte dhe rastin e ka denoncuar në polici. Dhe sektori punëve të brendshme në Tetov thonë se janë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Sipas autoriteteve, raste të ngjashme janë regjistruar edhe më herët në rajone të ndryshme të vendit, ku mashtruesit përdorin frikën dhe emocionet familjare për të nxitur qytetarët të reagojnë pa verifikuar informacionet. Këshillojmë qytetarët që nëse marrin telefonata të këtilla, të mos japin asnjë të dhënë personale apo financiare dhe të njoftojnë menjëherë policinë, thuhet në njoftimin e sektorit të punëve të brendshme Tetov. Së këndemi, policia sugjeron për rritje të vigjilencës përballë formave moderne të mashtrimit, të cilat shpesh synojnë njerëz të moshës së mesme dhe të moshës së tretë.